Atëre, vazhdoni të lozni aty, mbase nuk e di, jeni futur në det. Po, nëse mund ta shikoj. Ja, është futur, si ke emrin ti? Enea, sa bukur e ne, bravo. Vazhdoni të lozni, do të shoqërojmë për pak minuta, sepse jemi në emision Udhëtimi jashtë qytetit. Televizioni Apollon. Televizioni Apollon. Ditën e shtunë do të transmetohet në orën 9. Si jeni? Po ju e vlonjate me siguri. Vlonjate kemi dalë në shëtitje. Keni dalë shëtitje? Vlonjate se po thotë të keni ardhur nga... Unë jam nga Kosova, jetoj këtu në Vlorë, goxha bukur. A ke ardhur nga Kosova, jeton në Vlorë. Të lutem dil tu të kesh fondin e kaltër të detit se ti me siguri nga Kosova vjen me një dëshirë shumë të madhe për Vlorë. Sigurisht. Ju rrini gjatë këtu? Po, rrim goxha dhe kam gati 17 vjet, është goxha bukur era për të bërë një vizitë bas me familjen, është goxha bukur. Dola me shoqen shëtitje. Kam domethënë të gjithë njerëzit e mi që jetojnë brenda në qytetin e Vlorës edhe bukur. Besoj ndihesh mirë këtë, diçka e veçantë në krahasim me ato. Studente për pikturë. Je studente? Po, vazhdoj artin për pikturë. Një studente e pikturës. Po, si keni emrin? Samantha, pra studente e pikturës. Piktori ka çfarë sheftu? Penelatat rrëshqasin besoj. Sigurisht rrëshqasin. Po juve? Unë nga Vlora, jetoj këtu. Je nga Vlora? Banon këtu? Po, je në shkollë? Aktualisht jam. Ke mbaruar të mesme, besoj? Po, patjetër. Dhe sigurisht që Vlora është e kërkuar. Jam në grupin e Asamblit Popullor të Aulonat dhe të Shkolla Internacionale dhe... Ti si ke emrin? Ariona. Ti ke një kostum të mëhën, me siguri? Ke një kostum popullor? Çfarë kostumi ke? Kam Tiransin dhe të Vlorës. Bukur shumë. Po juve? Ne jemi shkolla Musa Shakëri, klasë 8. Jemi shumë të lumtur që kemi ardhur këtu. Është një ambient shumë i bukur, sidomos Vlora. Është një nga perlat e Shqipërisë dhe jemi shumë krenar. Pse Musa Shakëri është shkollë në Vlorë? Po. Po juve vini për erdhur se ne s'është herë e parë që vini. Po edhe pse vim për herë, kemi gjithmonë një ndjesi të veçantë. Jeni rritur me deti besoj. Po. Not keni mësuar të gjithë. Këto pamjet bukura e bëjnë. Jem s'kan qef të flasim po. Enea do flasim po. Enea se që unë do lahem sot. Po u lava. Po ne do vim që shikojmë, se kemi regjistruar. Do të shoqërojmë pak aty. Vazhdoni. Fëmijët që do të lahen dhe me sa duket, pa hajde këtu Enea, ku që është ai? Apo ti, hajde këtu të lutem, hajde këtu. Sa po u fut në det këtë djak, sa vjeç je ti? 12. Tani më thuaj mos e shftot shumë si është uji. Jo, është ngrohtë. Është shumë mirë uji. Pra ti u thua tërë shikuesve, atyre shikuesve, shikojte te kamera, që deti u ngroh. E jani të kënaqeni në Vlorë. Thuaj shokëve tu. Deti është shumë i ngrohtë, e jani të kënaqeni në Vlorë, po. Po ju keni provuar ujin brenda? Jo, nuk jemi futur sot se kemi marrë veshjet e përshtatshme, po ditë tjetër sigurisht që do të Uanzori frikën. Jo, nuk është puna se kemi frikë, se ne jemi mësuar me detin, kemi të rashur gjithsesi na ka mburur nga kokat e këmbët, edhe pse jemi nga këmbët. Ti e nxirr më keq se unë. Shpejt, na zgjidhë shpejt vetë. Sepse bëj shumë girodetë dhe janë rrezet që hyn në disa lloj lëkura që më shpejt për të rrezet. Për shembull unë nuk jam nxjerr fare. Po di çfarë dëshirash kishe ti? Si ke emrin? Olta. Olta. Atë dëshira ime është më pëlqejnë shumë të emisione televizive, të dalë në televizor të recitoj, është nga dëshirat e mia që kur kam qenë e vogël. Televizioni apo në që hapur, aty vin ka emisione. Po dhe më jemi pak larg. Po ne jemi në Vlorë. Atë i thoni president do mi studio këtu thoni.
Do mi studio këtu. Sigurisht që duam një studio. Artur Rustemi, duam që këtu të mblidhemi thuj. Sigurisht që duam një studio. Thuj pra në studio. Si kanë Presidenti Artur Rustemi. Atëherë, presidenti Artur Rustemi, ne do të shironim që të kishim një studio të Apollonit këtu në Vlorë. E do na keni në ekran dhe gjithmonë. Po, sigurisht. Jetë në ekran. Po, gjë shumë e bukur. Ku kam mirë të pasurohet ekrani me këta fëmijë, kaq të bukur, kaq të mirë, kaq të sjellshëm. Faleminderit shumë. Do vazhdoj më shoqërin tuaj. Ju ngeli peng për të më thënë. Po. Doja të përshëndes të gjithë vlonjatët dhe të uroj pushime të mbara. Edhe unë gjithashtu, përshëndes të gjithë vlonjatët që janë këtu, t'ja kalojnë pushimet sa më të bukura, sepse është një Vlorë. Pse vetëm vlonjatët me këtu, nuk vjen vetë vlonjatët këtu në Vlorë, nuk vjen vetë vlonjatët. Kush vjen këtu? Atëherë vinë të gjithë, shumë turistë nga shumë vende të botës apo jo? Që vinë shumë, nga shumë vende të botës dhe madje e pëlqen më tepër sepse është një turizëm shumë i bukur. Dhe mam gjithashtu, po thuaj se ne që jemi student, kemi pikturuar, po thuaj se gjithë vendet që çfarë viti jeti Istanbul? Maturën, ndesa po e përfundova maturën, kemi provime, shpresojmë që do ja dalim bukur. Pikturën e ke pasion? Pasion sigurisht, jam në shkollën Ajm Frashëri dhe është goxha bukur, është një art shumë i bukur. Më pëlqen gjithashtu, shpresojmë që do ja dalim gjithmonë me punë. Po, faleminderit. Në dhanë kënaqësi, këta fëmijë të shkollave të 9 vjeçare të Vlorës, si dhe të tjerë, ne do të vazhdojmë rrugën përgjatë këtij bregut deri në ujin e ftohtë për të parë një përgatitje janë bërë për të pritur turist këtu në Vlorë, me sa duket pak është pastruar rrara, nuk ka ndotje të mëdha. Gjithsesi këtu tani kërkohet lëvizja e rrërës me qëllim që të krijohen kushte për turistët që mund të vinë së shpejti në Vlorë. Koha, temperaturat janë të larta, që sot mendohet të jetë mbi 25 gradë, kjo do të thotë që turistët mund të fillojnë lëvizjen përgjatë bregut të Vlorës dhe gjithë bregut Adriatik dhe jon, që është vend unikal për plazhe, për lëvizjen e turistëve, sidomos nga Evropa qendrore, veriore, po pse jo, dhe krajinat të tjera të Shqipërisë. Është një vend kurativ, vërtet kurativ. Ne të vazhdojmë të filmojmë pra përgjatë këtij bregu, me sa duket Vlora përsëri ka probleme. Edhe është për të ardhur keq që ka mbeturina të ndryshme. Nuk e di nëse këtu, në këtë vend këtu, hyjnë ujërat e zeza apo ujërat të tjera që vërtet e kanë ndotur. Dhe është për të ardhur keq që ndotet bregu i Vlorës me këto pamje shumë të bukura që turistët mezi presin që të hyjnë këtu. Sido që pëlqet bregu i Vlorës, por përsëri ma merr mendje që bashkia e Vlorës do të marrë masa. Kërkojnë investime për këtë punë që mbase nuk kushtoj shumë, por sidoqoftë e prishin imazhin e detit të Vlorës, e prishin imazhin e plazhit, por mendoj që shpejt do të merren masa që turistët të ndihen vërtet komod këtu në Vlorë. Të mos ketë pra ndotje të tilla. Po juve nga vini? Ne jemi nga studente, jam nga qyteti i Fierit, dalë shëtitje me fjalë sa herë që jam me lirë ose kohën që pasi kam mbaruar shkollën. Vazhdon shkollën, po. Po, më kënaq bregdeti, ndiem relaksuar anës detit. Doja që të ndryshonte gjithçka me fjalë sa i përket strukturës, sepse dalim, por shëndeti duke parë me fjalë nuk është si është i pastër, duhet ka probleme. Vende. Në disa sepse nuk mbarohet bregu i Vlorës, po mos I tremim turistët se sidoqoftë Vlora ka bukuri, por vende përsëri duhet marrë masa. Po, patjetër duhet të ndryshojmë diçka sepse Vlora është perlë e Shqipërisë. Ke të drejtë, po. Ka shumë fjalë për të ndryshuar dhe duhet të rregullohet diçka që edhe ne të dalim me qejf, me dëshirë, sepse
është gjuna që gjithë ky det që ne kemi apo gjithë ky relaksim që jep njerëzve të shkojë dëm. Mendon se është përgatitur Vlora për të pritur turistët? Akoma jo, mendoj se akoma jo, duhet akoma më tepër punë, sepse po ta shohim akoma dhe Bregdeti është jo i papastër i gjithë, nuk mund të themi. Ju pse vazhdoni? Unë vazhdoj për degën Gjule Tërsi. Gjule Tërsi, shumë mirë, urimet kaloni. Sidoqoftë edhe kohën e lirë që nuk ke mësim ti del, të pëlqen të dalësh këtu në bregun e. Më relakson deti, ndihem këndshëm anës detit, prandaj dhe dal. Faleminderit. Juve jeni këtu vlenjat? Po. Sot me sa duket ke dalë të shikosh një bëhet apo s'bëhet futesh apo s'futesh në ujë? Jo, sot është në fakt ditë goxha e bukur, po për të futur në ujë çik shpejt. Të shpejt. Sidoqoftë ta djem të rinj këta po lahen vitet velit. Apo lahen para kohë. Është me mosh, ka 3-4 vjet që duket sikur gjërat po vjen mirë. Shpresoj që ky vit e aktivizon pak biznesin koha e verës e turizmit. Goxha. Është po të patëm për Vlorën një herë 3-4 muajt e verës janë. Ma është përgatitur Vlora për turizmin, si mendoni? Përgatitur. Tani e mira kur thon s'ka fund, thot populli. Megjithatë, flas infrastruktura e nevojshme, bregu, pastrimi, mbase edhe hotelet. Se hoteleria si privat që janë kanë përshtypjen i kanë marrë masa të gjithë. Besoj. I paraprim privati pra. Po shteti. Pa diskutim fare, pa diskutim privati është goxha më përpara ju televizioneve që i ndiqni ditë për ditë e kuptoni vetë ku është privati, ku është shteti. S'ka nevojë që ne si qytetar të themi pse ndodh kjo? Ç'e ndodh? Ja ç'më ndoni të bëhet tani shpejt se ditët nuk presin. Mirë. Për bregun ç'do të bën në këtë breg? Ku është ky breg pak i vështirë për Vlorën që në përgjithësi nuk është që këtu njerëzit kanë bërë banjo historikisht. Unë flas si një qytetar i Vlorës dhe këtu nuk ka qenë një zonë kush e di se çfarë për të bërë plazh. Edhe kaq është maksimumi që mund të bësh kësaj zone këtu. Sa pjesa tjetër ku bëhet plazh historikisht, s'mund të eliminohen ndotjet, hyrjet që bëhen nga qyteti zbresin në det. Ajo po. Sigur të bëhet ajo. Është emergjencë apo? Goxha emergjencë. Ajo është goxha emergjencë. Po edhe rrugët kanë përgatitur. Plazhet po ti shikosh po zvoglohen. Patën to pjesë ku ka mbetur. Pse zvoglohen? Zihen, privati. Edhe këtu ka pushtohen është fjalë që do të çike madhe po. Juve për vetë ju prisni turistë për vetë, keni hapësirë, keni edhe shtëpi. Jam shtëpi private, nuk është që merrem me turizmin. Kam një aktivitet timin, po që turizmi familjar duhet aktivizuar pak apo jo? Nëse jo, ata që kanë mundësi, që janë Bregdetit, ka goxha interes. Tash, ka përshtypjen vetë privati e ka kuptuar, ata që merren me turizmin, siç e tha që në fillim që privati është goxha më përpara se sa shteti. I kanë marrë masa e po të vesh ti pyesësh janë të gjithë gati. Të shkurtë që bëm këtu në bregun e Vlorës, me bisedat, me intervistat, me prononcim, me kërkesat e njerëzve, ne u ndalëm këtu tek bar, pizzeri Al Capriccio.
Pra është një pizzeri e ndërtuar këtu. Jo rastësisht ne u ndalëm këtu sepse me sa duket dreka është përgatitur. Ju bëft mirë zoti Rustemi. Nuk e di ishte surprizë kjo për ne që po ishte shpejtë por si gjithmonë. Gjithsesi ne duke e respektuar këtë që na ofruat juve zoti Rustemi, do të ndalemi lokal tu se këtu pranë kemi investimet tona, janë hedhur gati 48 milion. Po, keni investimet, ke dyqane, po. Edhe ambjente tjera lartë, por këto do jenë në shfrytëzim të televizionit. Atë do të jetë vazhdimi i intervistave që kemi bërë, prononcime të fëmijëve, kërkesat e fëmijëve, çdo thotë kërkoj një fëmijë. Ato që kërkojnë fëmijë do t'i themi. Do që më vënë intervistën dhe mendimin e tyre dhe kërkesat e tyre dhe së shpejti do krijojmë një filial në Vlorë ku fëmijët e Vlonjat kemi mundësi që të shpalosin ato talentet e tyre. Edhe jemi më pranë komunitetit të Vlonjat. Atëre para se të vazhdojmë të ham këtë drek modeste që keni na ofruar juve, do filmojmë pak investimet, dyqanet që keni. Jo, ti pagosh ti këto. Do ti pagosh ti. Unë deklarova tani për shikuesit që ka president. Bar Pizzeri Al Capriccio, por një surprizë na bëri shkolla e Sevasterit. Ju vini nga Sevasteri? Po. Si e keni emrin? Davndyshe Nazëraj. Davndyshe ti je drejtoresh e shkollës Sevasterit, siç po në vesh. Sevasteri në këmbët e malit të Kullsit, Malit Kurorës. Malit Kurorës, ku është një vend i mirë. Mali Kurorës, po. Ku gjithë njerëzit vjen aty, besojnë te Zoti dhe jo larg shumë Vjosës. Poshtë Sevasterit është Vjosa, një lum i mirë dhe keni përshkruar gjithë atë rrugë. Po. Keni përshkruar gjithë atë rrugë, pra përgjatë Vjosës keni zbritur në Vlorë. Po, për të parë bukuritë e Vlorës. Ishte kënaqësi pra edhe për ne që qëndruam së bashku, sepse ne
kemi një emision përjavshëm, udhëtimi jashtë qytetit, të udhëtim sot vendosëm të bëjmë pak për Vlorën, por juve na dha di kënaqësi tjetër, sepse marrim një fshat, një krajinë të largët të Vlorës, pak a shumë të largët. Po, nga krajinat më të largët të Kutës, Griotë. Po, ballë për ballë me Mallakastrin. Po, juve sot keni ardhur me një grup nxënësh. Po, me sa nxënës keni me vete? Janë 60 nxënës nga shkolla jonë, me ekskursion me rastin e njohjes së kulturës së Vlorës, me rastin e njohjes së nxënësi mëson në shkollë, për shembull ç'është pisha, ç'është panelat diellore, dhe duke I parë nga afër çdo gjë, ditë flasi, ditë bëj një përshkrim të një udhëtimi imagjinar që e shkruan ai, kurse sot e shikon nga afër dhe e shikon konkretisht sot. Po, ditë shpreh ato që ai shikon vetëm në sytë e tij. Pra, ju ndalët të Buzdetit në këtë bar pizzeri që është kënaqësi edhe për ne këtu ishim ndalur, por që erdhët I dhe juve. Edhe duam që së bashku pra të bisedojmë me nxënësit tuaj, me mësuesit tuaj, nuk sa mësues keni ardhur. Po, kemi ardhur 8 mësuesa. Bashkë me shoferat e zonës, të cilët janë të gatshëm na shoqërojnë dhe ndjehemi shumë të kënaqur nga ata sepse I dëgjojnë çdo dëshirë të nxënësve dhe I plotësojnë dëshirat e tyre me kënaqësi dhe me një qetësi që ndjehemi krenar për ata që I kemi. Atëherë para se të vazhdojmë bisedën, kameramani I jon Bledi Sharra, le ti fiksoj pak këto fytyra të qeshura, të bukura, sido që të lodhura pak apo jo. Jo, ata janë kënaqur shumë sepse kanë ikur nga banga e shkollës, janë një çik më të lirë në veprime. Edhe sa herë do futën në det. Po, që ne si kapim dot në det, po do t'i kapim prapë në det. Do është ajo mungesa e detit, kuptohet, sepse uji ka Sevasteri apo jo. Ka plot uji, po. Atëherë le të vazhdojmë së bashku, pas disa pamje do të marrësh me nxënësit e shkollës Sevasterit, do të vazhdojmë bisedën së bashku. Po, faleminderit. Se pa zhurmë s'ka kuptim, po. Me sa duket bie edhe një bilbil, nuk e di, vjen nga Sevasteri kjo. Po, kjo për shëllim bilbili apo e kanë vendasim. Edukimit fizik. E kanë, po, nga Sevasteri. Ne do vazhdojmë jashtë, do bisedojmë shumë. Do vazhdojmë ku jemi qetë, mbase në prek detit. Nga pizzeria Pangran Mirë. Po. Ushqim, nxënësit tuaj usulën det. Në det. Hajde. Tani deti ka të mira që I përgjej diqis dhe pranë detit, pranë mretit. Kështu që edhe fëmijët e duan shumë detin apo. Edhe mësuesja nuk u të parandet. Patjetër. Kënaqësia fillon nga ne. Po, nga ju. Ju jeni mësuar me ujë. Ne si jemi me ujë det, jemi me ujë mali, me ujë burim. Ujë vjose. Ne na shiu shumë. E doni shumë ujë. E si do qoftë edhe ti vjen nga Gjirokastra që ka plot rezerva ujore. Ka burim ujore. Ka burime. Po, çfarë thon ta fëmijët? Ne do në një edhe mund të recitoni. Ky është ai që fut me gjithë rroba. Jo, ky është I mirë, nuk u fut, po është një që është king fare. Çfarë klasë? Klasë 6.
Klas 6, që sa shpejt brigjenë. Po mëson ka. Kemi që me shpresiv, kin pare është. Vetëm në makinë ta shikosh, nuk dallohet nga një shofer i vjetër. Ngjet makinën. Për bukuri, për bukuri. Edhe ku atje në Sevaster? Po në Sevaster ta shikosh një galaksi. Të hipesh në makinë. Po çfarë shërben ju ky udhtim këtu? Kënaqësi e madhe. Pse? Çfarë pe sot gjatë gjithë ditës si? U kënaqem shumë. Sot keni bërë për Vlorë? Jo, vajtëm në Llogora, vajtëm te Pisha Flamur, kam shumë gjëra të bukura, vajtëm tek parku i Llogoras. Në qytet s'keni hyrë? Jo, s'kemi hyrë, do hyrë tani. Pisha dhe Drur për keni plotën dhe ju? Kemi, po jo Pisha. Po këto, i keni parë vendet muzeu, gjëra? Jo, sot nuk kemi vajtur, herë tjetër kanë kaluar në zësit kanë vajtur. Bëni rrugtime të shpeshta kështu në... Po, gjithmonë bëjmë sepse fëmijët kanë zakonisht orë të lira që i kanë në gjeografinë, histori të njohin me monumentet, në gjeografi të njohin pamjet e ndryshme, kafshët, bimët e zonave tona, bimët e zonave bregdetare që të dinë të flasin për shembull që e di ai në gjeografi që janë këto lloj bimësh, po të di ku janë zonat që rriten vërtet dhe zësi të flasin në mënyrë logjike, jo në mënyrë mekanike. Kjo është rëndësia e ekskursionit. Po kjo vajza çfarë klase është? Në klasën e 6. Klasë 6. Po jeni paras me këtë? Po. Ky ka ngjerë i vogël si duhet. Po ti ke mëson mirë. Mësoj. Kemi në zonë që reciton bukur. Po. Që ta marrim këto në të dallë, në këto bukurit. Sevasterit ka dhe fëmijë që e duan letërsinë. Kanë qef pra. Dhe kjo vajzë, si keni emrin? Asime Shametaj. Asime Shametaj. Çfarë do recitosh diçka të këtu në të dallë të ditë? Po. Çfarë do recitosh? Gjua shqipe. Gjua shqipe. Vazhdo recitosh. Mbaje mikrofonin. Por si kënga gutëverës si vazon në blerin të prillit, por si ambli flatit e erës që gjymon gjitë e trëndafillit, por si vala e bregut të detit, por si gjoma arfez jetare, por si është tima një tërmeti, një ashtu është gjua jo shqiptare. Faleminderit. Pra, me njerë u frymëzuan, edhe ato i kanë mësuar atje, po i interpretojnë këtu bregut e detit. Kush o tjetër? Una. Ti, vazhdo. Robëria, e dashu më dhe, të dua dhe kështu si e, po kur të shoh të lirë, do të dua më mirë. Qani pyje fusha gur, qani male me të borë, Shqipëria mbet e gjorë dhe nuk shet dritë kur. Një mjegull ka që shkret e ka mbuluar për jetë, e dashura më dhe, të dua dhe kështu si e, por kur të shoh të lirë, do të dua më mirë. Faleminderit, kush tjetër? Kush është përgatitur tjetër? Sa duket da ndyshe këtu, me njerë u frymëzuan, si janë vetëm ato shkrepa, dhe ai pejsazh i Sevasterit dhe i gjithë malit, ku është fshat Sevaster, ku është Buzë Vjosës, edhe fshatrat tjerë që rrethojnë, Ploça, Vajza, sa fshatra mi thuj fshatrat tjerë? Janë 6-7 fshatra. Ti nga e... Unë bi. Unë jam nga Tepelena, nga fshati Tepelenës. Tepelena, prap je nga Istrallë. Po juve? Unë jam mësues fshati, gati 20 vjet mësues. Sevaster dhe mësues dhe parashiktaj brezit fshati Sevaster. Si e keni emrin? Jam Gëzymi Juskaj, përvoja 20 vjeçare mësues. Zbritën në disa vende të bukura, aq sa të bukura të Sevaster, edhe në bregdetin tonë të dashur të Vlorës, po thotë se është një paralelizëm figurativ që tregoj kjo bukuri. E ja pikërisht ta fëmijët tanë na frymëzojnë, na bjen, dhe argëtojnë në çdo kohë, në çdo moment. E kjo është një forcë e madhe. Gjithë Shqipëria ka vende të bukura apo jo është? Po ne kemi përvime sepse kemi të drejtë sepse jemi një vend ku na mbulon prefektura e Vlorës, rrethi i Vlorës, qarku i Vlorës, jemi një vend periferik, po të kufizojmë gati
katër të Peren, Gjirokastër, Saran, Dervin, në maljet e Tartarit së Ka kufizone, për ne i thoni? Po si, apo i them, e me Gjirokastër, ne me... Edhe mali Tartarit dëmën? Mali Tartarit, po, është pjesë e Sevasterit. Pika më e madhe turistike dhe shumë e preferuar, një vend vakëf, vend i mirë ku vinë nga gjitha anë të Shqipërisë. Ku është ai vend? Po në malin e Tartarit. Me kuronën e malit që qëndron vërtet kuron mbi fshatin Sevaster. Është shpatit malit Tartarit, shtrihet fshatin Sevaster, Kolimbas, Mazha, Ploç, Dusharak, Lezhën. Diçka për gjeografinë e fshatit, demografia sa banor ka Sevasteri. Unë jam e re në atë fshatit, kupton, duhet 5.000, po jam e ardhur. Po atëre. Si banor ka gati 3.000 banor. Pa që se në votimet janë 670 votues, po që janë larguar në rreth e Vlorës, apo një pjesë ka shumë migracione jashtëm të Greqi dhe Itali. Me çfarë jetojnë njerëzit atje? Më tepër biznes, me blegtorim shumë, pak me bujqësi dhe mendimat që vinë nëpërmjet Ka blegtori shumë. Ka blegtori, po vendi ishi egër, më shumë. Bora qëndron gjatë. Po, edhe sot në kuronë e malit, po që ka borë që shkojnë shumë janë asë është ditë e prepte, dhe me 10-300 njerëz. Çfarë ka atje të kuronë e malit? Kurorë është një vend vakëv, vend i mirë, preferohet shumë jashtë mase. Promullohen nga mira njerëz. Nësë ditë e prepte, po që keni shansin që mund të vini dhe vërtet do argëtoni në kuronë e malit. Sevasteri në 164 metra minimisht në tjetër. Është kurorë e malit. Ka rrugë, shkojnë rrugë aty? Po, shkojnë rruga me rrugë mësore. Ndihmojnë me kafsh njerëz që ka mos i mbajnë një bagazh të vogël, shkojnë dhe ndihmojnë banorët. E gjithsesi është kënaqësi pra, i do njeriu, do të gjithë njeriu dhe shpresoj që edhe mund të vijmë nëse nuk e di, shikoni televizion apo nuk. Jeni shumë të mirëpritur. Televizori ju i ka shkelur deri në Amantje në Ploç, nuk e di nëse kanë të shokë të tjerë. Kanë ardhur me ambient Apollonia, nuk e di nëse jeni. Edhe mjedis në shkollës tonë kanë filmuar kur i inauguruar shkolla. Jo, them e shikojnë duket në gjysmë, po, në pjesën e Dusharak, edhe në shkollës duket e ka valët. Çfarë mesazhi keni, në një mesazh për të bërë në një çfarë thoshim? Do të thoshja gjithë njerëzve kudo që janë të punojnë, të mos merren me politikë se politika ngelet dhe vetëm nga puna vjen çdo gjë dhe të jenë korrekt në veprime. Po ishe korrekt, po ishe punëtor, çdo i mirë harri. Duke qenë se ju në politikë, ka zhurmë politike Sevasteri? Kam ja. Rrie debat. Sa më zonat largë dhe të varë për atje. Lufta e klasave. Aq më shumë është, jo, lufta e klasave. Jo, debati politik. Ka midis minorancës dhe majorancës, por gjithmonë ka tolerancë. Si ka që njeriu duhet jetë punëtor. Po nuk njihet Sevasteri për asmëri dhe për asnjë. E këto janë pozitive, janë zona që një grush njerëzish dhe miqësitë midis njëri tjetrit i ka. Kështu që sado që të ketë luftë prap do ketë dhe paqe. Megjithatë lufta shpi edhe për para. Unë ju falenderoj për këtë kënaqësi që na dhat. Me gjithë ta nxënës të mrekullt, këto fytyra kaq të reja dhe të bukura. Shumë të njohur ferishte. Ishte kënaqësi. Premtoj mirësi, ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit juve. Unë ju falenderoj që u takuam, mirupafshim. Mirupafshim. Të nderoj shikues, këtu po e mbyllim emisionin e sotëm Udhëtimi jashtë qytetit. Ishte takimi që bëm në fund të këtij emisioni me një nga shkollat e zonës malore të Vlorës, Sevasterit. Pra na dha kënaqësi dhe këto fytyra të reja, mësuesit, drejtori të shkollës, gjithë mësuesit që na ofruan pranë kamerës dhe unë uroj që të takojmë përsëri. Të nderoj shikues, do të shikohemi javën e ardhshme në orën 21 në emisionin Udhëtim jashtë qytetit. Mirupafshim.
Unë dalë me një sportist, nuk e di sport do të quaja, një aventurë që ka nisur nga vitet 80 si që kemi dëgjuar jashtë kamerës. Përshëndetje. Çfarë po bën tani? S'ka, vazhdo. Vazhdo. Mirë. Ta lëm një që të vari punën në vi, pastaj juve jeni ndihmës a jeni sportist amator? Amatorit i sporti e preferoj, kam qef, e kam provuar disa herë, kam qef ta provoj ta mësoj, po ai është më mjeshtër, bëm me këtë këtu si shikoni domethënë kitesurf, ajo atje, quhet kitesurf. Po, kitesurf. Po. Ajo është ballon, ai rëshqet me një tavolinë dhe ajo me domethënë rëshqet mi det, ajo ecën është në ajër. Po, kjo është diçka e tillë, ajo është vel në ajër, domethënë ajo është si parashyte në ajër. Po. Kjo është vel me një tavolinë, si ta shkoni më vonë, me një tavolinë. Edhe shkete me këtë në surf. Duhet në era të forta kjo? A era aplikohet? Kur ka erë? Erë fort shumë, jo, po erë mesatare. Erë mesatare është e këshillueshme. Kjo është për erë të vogël. E sigurisht kërkon njerëz guzimshëm apo jo? Po patjetër është. Mund ta bëj kurso. Jo, është diçka që jenë det, jenë det të hapur, ai ka pas rast se ka vajtur shumë larg në det. Edhe shumë larg. Po ka rrezik mbytje? Po jo, është i vjetër, është Vanjeli ka një histori të gjatë me këtë. Po ka 30 vjet me surfin, domethënë windsurfin patjetër ka 30 vjet. Kjo kitesurf ka më pak në qarkullim në gjithë botën nga 10-12 vjet, aq ka. Ti si ke emrin? Unë Ermal. Ti sa vjet ke që merresh? Unë kam 3 vjet pas Vanjeli. Domethënë që shikoj e bëj se ke qef që edhe punoj me të. Ai e ka hobi. Hobi, po. Ai këtë ka hobi, ka sport, e preferon do detin, po. Veni vlonjat, Vanali, herë. Po. Do e ka traditë, ka një trashëgimi Vanjeli. Ai të tha me shoqëri, me disa të tjerë, me vllan kanë bërë kajtet i bënin vet dikur. I bënin vet, morën domethënë diçka. Po s'kishin rrezik që ti dënonin atë kohë për këtë. E pëlqeu, kish parë Ramiz Alia dhe e pëlqeu. Edhe kish thënë që le ta hapet lysor, pastaj nuk u pëlqen. Është sport i bukur vërtet, po. Është. Çfarë kërkon? Ai vetëm ta shikosh kur bën, ai u lëret të gjen veten e tij domethënë te ky sport u lëret vërtet. Ajo adrenalina e ka. Aty gjen qetësi. Aty e ka hobin, aty e ka shefin e tij, shkarkohet. E bukur. Do të ndjeki pak çaste në montim edhe në duke lundruar. Vështirë që të flasi Vanjeli për veten e tij, po duket 30 vjet, duhet të jetë gati 50 vjeçar Vanjeli dhe ka ruajtur këtë trup. Është sporti, pra, ky sport i bukur, sport i rrallë, që Vanjeli diku na tha që duhet propagandoni që këtë punë ta bëjnë të rinj, të bëhet më masiv ky lloj sporti. Vanjel. Atëre Vanjel, ne mezi po presim që ti të futesh brenda. Regjistrojmë pak çaste për shikuesit televizion Apollon, por na bën përshtypje edhe trupi yt kaq sportiv, nuk e di sa vjeç je.
52 vjeç. Domethënë e ke filluar 22 vjeç. Nuk ishte ai rrezik në atë kohë, mos i ke mos harratisë që Po tash të shikoni ashtu. nuk të ndoqën Kemi gjithmonë, po përfitoni nga ca faktorë të tjerë aty që kishte poshtë, kishte shokut që ishte shkollë sportive dhe Ishte në shkollë sportive, po. edhe ndoshta në atë kohë ishte dikush një ministër Panenveri që nga mbronte. Aha, ju mbronte, po. E ti e fakt të përres tani këtu të mban mërthyer mirë. Po, Vaniel, shikoj si do ta lidhësh atje tani. Në ujtë komunizmit të shprehur vetë Ramizalia që duke na panë ndër këtu të zhvillohet kështu. Kështu na tha Armani, kishte pëlqyer se duhet, po. Po, po s'ke nuk ke stërvitur fëmija, shoka, të rinj të tjerë. Po s'ka këtu. Apo s'do t'i rekomandosh fëmijës? Nuk vin njerëz. Nuk vin. Kemë provuar. Nuk vin se kjo është pa para, nuk është vetëm sport. E duam pa para. Unë kam vjellësuar që kam ashtu. Që ka flekë me mira euro. Njerëzit nuk e kanë konceptin që investojnë për sport. Investoj për shëndetin, po. Investoj për të ngrënë vetëm, për të shëndosur. E bukur, e bukur është kjo Vaniel. Do të ndiqem Vaniel, faleminderit.